Përshëndetje miq të emisionit ton. Sot do të flasim për një sëmundje e cila prek pjesën e sipërme të pëllëmbës së dorës, mund të përhapet dëmtimi i lëkurës deri në kapjen e thonjve dhe dëmtimin e tyre, po kështu edhe tek pjesa e sipërme e këmbës, hapësira midis gishtave deri si thuash tek thonjt. Pra, bëhet fjalë për ekzemën e shputës së dorës, një ekzem dishidratike me prani shpeshherë edhe të fluskave të ujit. Ekzema sipër dorës karakterizohet me çarje të lëkurës së sipërme të dorës, me kruarje midis gishtave, kruarje në pjesën e sipërme, rrallëherë mund të marrë pjesën e brendshme të pëllëmbës së dorës, një kruarje që hera herës mund të na shoqërohet edhe me djegje dhe me irritim, sidomos pasi qahen ato fluskat dhe fillojnë që hera herës ato të rrjedhin ujë. Nëse kemi lëkurat të mbushura me fluska ujë, asnjëherë mos i plasaritni ato, pasi edhe ai ujë që është midis lëkurës dhe pjesës së poshtme të epidermës së dëmtuar, ka ai lëngu, ka disa mikroelement që me vërtet na ndihmojnë në rigjenerimin asaj pjesës së re të lëkurës që do të na dali në sipërfaqe. Po si shfaqet kjo sëmundje dhe si përparon? Në pjesën e sipërme të epidermës ka shtresa me qeliza që e mbrojnë lëkurën nga irrituesit, nga uji, nga lagështira, nga gjithçka. Kjo jep lëkurës elasticitetin. Kur ato lipidet, pra yndyrnat dhe uji na humbasin, na largohen e kështu me radhë, fillojmë që lëkura pak në fillim sikur trashet, shtresat me qeliza të vdekura në pjesën e sipërme të epidermës shtohen, lëkura fillon të thahet nga që këto shtresat me qeliza të vdekura nuk zën më një numër të caktuar shtresash, 3 deri në 5, por kalojnë më shumë, lëkura trashet dhe duke qenë që ajo e humbet elasticitetin, ato mund të plasariten. Dëmtuesit më vonë, si bakteriet, irrituesit, pluhurat, grimcat e tjera, depërtojnë në shtresat më poshtë dhe në këtë mënyrë kjo lëkurë e qarë fillon që të infektohet, irritohet, skuqet, çarja do të vazhdojë që të përparojë, fluskat me ujë mund të vazhdojnë të na shtohen. Kur duhet të tregojmë kujdes? Në rast se shfaqet qelb, në rast se kemi një dhimbje të forta, sëmundja po përparon, patjetër që ju duhet merrni një kontakt me mjekun dermatolog. Kur kjo është në fazat e para, juve mund të mirëni këshillat tona për bazë dhe të filloni trajtimin sa më shpejt të kësaj lëkure që tashmë po irritohet dhe po plasaritet. Përdorimi i shpeshtë i sapunëve të fortë, i kimikateve të ndryshme, i materialeve të ndërtimit, i reagentëve në laborator, dezinfektuesit e ndryshëm mund të na ndikojnë së pari në tharjen, në plasaritjen e duarve dhe njëkohësisht edhe në çarjen dhe mbushjen e tyre me fluska. Myku i duarve, sidomos ai i thonjve dhe Candida albicans, mund të bëhet shkaktar për plasaritjen dhe për irritimin e lëkurës. Po kështu, edhe nëse ne punojmë për shembull në ambiente që janë të ftohta, me erë të ftohtë, prekim sendet të metaleve hekure kështu me radhë, ndoshta jemi të predispozuar që lëkura të fillojë të paksoj qarkullimin e gjakut dhe të trashet dhe hera herës ato ose nxihen ose do të na fillojë një lëkurë të na irritohet. Sidomos kur prekin për shembull kimikate gryese ose materiale ndërtimi. Po cili do të jetë trajtimi alternativ? Pra, duke përfshirë çarjen e lëkurës në pjesën e sipërme të pëllëmbës së dorës, duke përfshirë kapjen e thonjve nga myku i bardhë, fluska me ujë që mund të kemi, qoftë tek lëkura, qoftë edhe tek shputat e këmbës. Çfarë duhet të bëjmë konkretisht? Pra, një trajtim alternativ në kushtet e shtëpisë. Atëre, bimët që janë zbutëse si kalendula, aloe vera, petalet e trëndafilit, rigoni, trumza e kështu me radhë, mundet që të përdoren si ndihmuese
edhe për të luftuar ato shkaktarët, por njëkohësisht edhe për ta ushqyer pak këtë epidermën e sipërme të lëkurës me pak nga këto fitokimikatet që bimët dhe lulet kanë në brendësi të tyre. Hera herës mundet që lëkurën e ashpërsuar ta marrim dhe ta lyejmë me pak gjethe aloe vere me xhelin e saj, që do të thotë, nëse kthehemi nga puna, i pastrojmë duart dhe marrim një xhel aloe vere, praktikisht e marrim aloe veren, e presim, i heqim gjëmbat, e presim në këtë mënyrë dhe vazhdojmë që ta çajmë duke marrë atë xhelin e brendshëm të saj. Si thuash, kutikulat e epidermës të kësaj lëkure të aloe verës. Neve i kthejmë nga e kundërta dhe vazhdojmë që me xhelin e saj të lyejmë dorën. Kjo jo vetëm që e hidraton, por fillon të na ndihmojë në rigjenerimin e lëkurës. Dhe kjo bëhet sidomos kur kthehemi nga puna ose edhe gjatë ditës nëse jemi në kushte shtëpie, kjo hidraton, qetëson dhe fillon rigjenerimi i saj. Në këtë mënyrë, duart tona që ne kemi bërë me xhelin e aloe verës, brenda 2 minutash 3 do t'i ndjejmë mrekullisht të qeta, të buta dhe ndjejmë një freski. Mandej, në darkë vonë dhe në mëngjes, është mirë që të veprojmë në kushte shtëpie kështu. Sikur të kemi, për shembull, rigonin, kalendulën, livandon, mund të përgatisni një çaj dhe të lajmë duart me çajin. Ose le të marrim çajin që është më specifik. Marrim afërsisht 4-5 lugë gjelle nga çaji kandimer. I hedhim në 1,5 litër ose në 2 litra ujë. Marrim një dorë bar majasilli, i cili na ndihmon në rigjenerimin e duarve në thellësi. Mund të shtojmë në të lule kalendule dhe livando dhe duhet të shtojmë patjetër pak lëkurë vidhi ose dhe mimoze. Do t'jenë nga më të mirat, më të mrekullueshmet për të ndihmuar për shpejtimin e rigjenerimit të lëkurës. Pra, mbasi kullohet ky çaj dhe shplajmë duart, është mirë që t'i lëmë të ftohen ato. Mandej, marrim Sprite-in, i cili është një serum për puçrat, por njëkohësisht antiseptik dhe ushqyes për lëkurën. Sprucojmë në këtë mënyrë. Do të kapim mirë thonjt, hapësirat midis thonjve dhe gishtave dhe pjesa e sipërme e pëllëmbës së dorës. Mandej, pasi thahet kjo, ne do të marrim dhe do të lyejmë. Në darkë e lyejmë me kremin kundra mykut. Pasi, jo vetëm që na dëmton, si thuash, ato kërpudhat që mund të na zhvillohen midis thonjve, por ndihmon edhe në rigjenerimin dhe në shëndoshjen e pjesës së sipërme të thojit të dëmtuar. Po kështu vazhdojmë edhe në gjithë pjesën e lëkurës të epidermës së irrituar të dorës ose edhe të këmbës. Pra, bëjmë një trajtim shumë thjesht me një gotë çaj. Shplajmë duart, duke shtuar edhe pak sodë buke dhe pak krip nga një lugë kafe. Mbasi thahen këto, vendosim kremin dhe vendosim antiseptikun dhe kremin. Në këtë mënyrë, dorën në darkë e lëmë të qetë dhe vazhdojmë trajtimin në mëngjes. Pasi çohemi në mëngjes dhe jemi pastruar, atëherë shplajmë dorën e irrituar ose këmbën e irrituar dhe përsëri veprojmë në këtë mënyrë. Shplajmë dorën me atë gotën e çajit dhe e presim që të thahet. Mbas kësaj vendosim antiseptikun ose këtë serumin për puçra. Dhe mbi të, nëse duhet që të ikim në punë për shembull, është mirë të vendosim nga kremi me rigon, me sherebel dhe me disa esenca të tjera, të cilat kanë vetin që ta mbajnë lëkurën të pastër, të mbrojtur nga këto gryesat e jashtëm dhe nga këto parazitët që mund të na vinë, bakteriet që mund të na vinë këtu, grimcat e plurit e kështu me radhë, pasi kjo depërton lehtë nëpër plasaritjet dhe është si një cipë e hollë mbrojtëse. Pra, as ujë, as ngacmuesit e jashtëm nuk na tentojnë që të depërtojnë në lëkurën e plasaritur dhe të çarë. Dhe kjo nuk e lën lëkurën si të yndyrshme, si të vajosur, por ajo thahet shumë shpejt. Pra kemi një lëkurë, si thuash, më se normale. Pasi është vendosur çaj,
sprajti dhe kremi me rigonin. Gjatë ditës mundet të përdoret gjeli aloe verës, ashtu si që unë e përmenda, dhe njëkohësisht ndonjë vaj zbutës. Cilat mund të jenë vajrat zbutëse më të mira, më të mrekullueshme për të rigjeneruar, si thua, atë lëkurë të irrituar të dorës ose të këmbës. Atëhere, mund të veprojmë në këtë mënyrë nëse duam që këtë vaj ne ta përgatisim në kushtet e shtëpisë. Për shembull, marrim, le të themi, lule kalendule dhe i hedhim në një vazo. Afërsisht kjo do të hidhet, për shembull, në kushtet e shtëpisë, do të hidhet lulet e kalendulës që të kapin, le të themi, 30 deri në 40% të vazos, ku lulet mirë është që të jenë të këputura dhe të lëna afërsisht 2 deri në 3 orë që të psojnë një vyshkje, si thuash, ose të humbasin pak lagështirë nga ajo që ka kur ne e këputim nga bima. Pra, mbasi kemi vendosur këto bimë, që ne përmendëm, po të sistemohen mirë, pra pa këto hapësirat, të arrim deri në 40% të volumit të kavanozit. Mandej, do të vazhdojmë që të hedhim vajin e ullirit, do të hedhim vaj ulliri sa të kalojmë, nuk diskutohet që do të mbulohen lulet, por të kaloj në 2/3 e volumit të kavanozit, pra të na vi afërsisht deri këtu. Mbyllet kavanozi, përzihet dhe në këtë mënyrë ne do të përgatisim vajin e kalendulës, i cili përdoret si një ushqyes për lëkurën dhe rigjenerues i epidermës së dëmtuar të saj. Kjo duhet të lihet 10 deri në 15 ditë kështu, vetëm duke bërë këtë proces. Pra, e përzijmë afërsisht 2-3 herë në ditë. Pra, po të vëmë re, brenda 10-15 minutave, vaji i ullirit që ne hodhëm këtu, do të filloj pak e nga pak që të na përthithi jo vetëm beta-karotenet që i japin atë si ngjyrë të verdhë karakteristike, por do të marrin në brendësi të tij vaj edhe shumë fitokimikate të tjera. Kullohet mbas 10-15 ditësh, hidhet në shishe të tilla që të jenë të errta dhe nuk është e nevojshme që ta ruajmë në frigorifer. Këtë vaj që neve mund ta kemi pak të kombinuar, ndoshta edhe me copa aloe vera në brendësi, ndoshta edhe me pak rigon për të qetësuar të krojturat, ne e kemi të mrekullueshëm për trajtimin e duarve të plasaritura ose të irrituara, po kështu edhe të këmbëve. Do të ishte shumë mirë që nëse kemi thonjë të dëmtuar, nëse kemi çari dhe plasarite të thonjve, tu në këtë kalendul të shtojmë ndoshta në kaq sasi afërsisht edhe 2 lugë gjelle me rigon. Në këtë mënyrë, ky bëhet edhe ushqyes, por bëhet edhe një antimikotik i lehtë. Ndërsa, kur kemi thonjë të dëmtuar, sidomos te këmbët, dhe ata janë bërë shumë të fortë, aq sa nuk mund të priten, atëhere, para se të vendosim vajin e kalendulës, ose vajin e lules basanit, ose edhe kremin antimikotik, duhet të hedhim tek thonjtë që janë forcuar shumë dhe kanë humbur elasticitetin e tyre, dhe është e pamundur që të priten me atë prefsen e thonjve, ndoshta edhe as me gëshër. Është shumë mirë që në fillim, pasi kemi larë këmbët, pasi kemi sprucuar me antiseptikun, tek thonjtë e forcuar, ndoshta edhe të tezgjatur, të vendosim 1 deri në 2 pika me vajin esencial të rigonit. Ky vaj esencial të rigonit që përfitohet nga distilimi me avuj ujë i luleve të rigonit, i gjetheve ose edhe i krejt bimës, herbës, është i fuqishëm dhe absolutisht i mrekullueshëm, i suksesshëm në trajtimin e mykut të thonjve dhe të këmbëve, por njëkohësisht do mëson më së shumti strukturën e thojit të fortë dhe të ashpërsuar. Kështu që, duke e trajtuar neve për një periudhë kohe, një javore, do të vëmë re që thoji do filloj të fitojë atë butësinë dhe elasticitetin e tij. Nëse thonjt janë të butë shumë, të gërmuara, të gryera dhe të dobësuar, të holluar trashësinë e tij, atëherë mund të bëjmë një kombinim
midis vajit esencial të mentes dhe të kremit me rigon. Dhe do të vëmëre që myku tek këmbët për shembull fillon që të luftohet, të dobësohet, të paksohet dhe thoi fillon të përfitoj ose të fitoj atë rigjenerimin e tij. Shpresojmë që këto materiale që unë trajtova në këtë emision do të jenë shumë të vlefshme për ju dhe të afërmit tuaj. Pra, mendoj që koha që harxhoni për ne ja vlen dhe është më së miri në funksion të shëndetit tuaj. Mos harroni të na ndiqni në kanalin ton @yllimeria për më shumë informacione rreth shëndetit nga natyra. Mirupafshim në emisionin e radhës.